Përshëndetje, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëllishës. Me që nesër është një qershori dita e fëmijëve, do të përgatis një akullore e cila përgatitet shumë lehtë. Përbërësit që na duhen për akullore në shtëpis janë biskotat, 500 ml krem pana, një kanaqe qumësht të kondenzuar, ananas dhe 100 gram sheqer. Po filloj me përgatitjen e kremit. Së pari kremin pana e rrahim me mikser. Kremi e ka marrë formën e duhur, tani do t'ja shtoj qumshtin e kondenzuar. Do t'ja hedhi gjithë kanaqen. Pjesa e kremit ka përfundu, tani do t'filloj me ananasin, me prerjen e ananasit, për ta kriju një krem në formë të reçelit për t'ja hedhë sipër akullorës. Pjesën e fortë ja largoj. Njëjtë edhe me pjesën tjetër të ananasit. Ja largojmë edhe lëvorën. Dhe kështu me gjithë pjesë të ananasit veprojmë. Pasi ta pastrojmë ananasin, e prejmë në kube të vogla dhe e kavordisim në tigan. Vazhdojmë kështu me të gjithë ananasin. Në tigan e hedhim sheqerin për t'u shkrirë dhe pastaj ja vendosim ananasin sipër, në mënyrë që të bëhet forma si e reçelit. Prishsim sa të shkrihet i gjithë sheqeri dhe ja hedhim ananasin. Ja vendosim ananasin. E përzijem për pak minuta derisa të zbuten. Ananasi është zbutur dhe kalon këtë enën dhe e bluajmë me bëm si pure. Ananasi e ka marrë formën e pures dhe tani vazhdojmë, vendosim në këtë enë, e bëjmë bashkë kremin e bardhë. Hedhim pak biskota duke i shtyp. I përzijem pak. Dhe sipër i hedhim puren e ananasit. Dhe me ndihmën e kësaj lugës e përzijmë kështu. Nëse fëmijët tuaj kanë ndonjë frut tjetër preferuar, mund ta bëni edhe me fruta të tjerë. E vendosim në ngrirje për 4 orë dhe pastaj është gati. Akullorja është gati, është ngrirë dhe tani po vazhdojmë me servirjen. Sipër i hedhim kan, pak ananas të freskët për dekor. Kjo ishte akullorja për sot, urime një qershori dhe shihemi në edicionin tjetër.